Territori i Kosovës për datën 11 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 6 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 4 deri në 12 gradë Celsius, Skënderaj 5 deri në 14 gradë Celsius, Pej 7 deri në 14 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri në 13 gradë Celsius, Gjakov 6 deri në 16 gradë Celsius, Malishev 6 deri në 15 gradë Celsius, Gjilan 5 deri në 13 gradë Celsius, Ferizaj 6 deri në 14 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri në 12 gradë Celsius, Suharek 8 deri në 16 gradë Celsius, Prizren 7 deri në 14 gradë Celsius,